2026. Kemi një ditë të rëndësishme nga ndikimi planetar, sepse kemi afër ditën nga shenja dashur që formon një gjashtë me Plutonin në ujor. Një kënd shumë pozitiv si për jetën tonë në lidhje me punën apo dhe me financat, gjithashtu dhe me çështjet sentimentale. Favorizohen njohjet karmike, dashuri të mëdha, megjithëse duhet jemi të kujdesshëm se si shprehim ndjenjat tona, sepse patjetër mund t'i perceptoj ato si një përpjekje për të manipuluar. Gjithashtu favorizon marrëveshje të rëndësishme financiare. Përfitojnë shumë shenjat siç janë binjakët, peshorja, ujori dhe shenjat e tjera që kanë ndikime ose planete në këto shenja. Pra, ndikimet janë më të favorizuara. Por para se të fillojmë parashimin e 12 shenjave zodiakale, unë ju rikujtoj edhe një herë për gjithë juve teleshikues të nderuar. Kudo ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe në kërkim të parashikimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrolog